Dy zonja denoncuan dhunën që kanë pësuar të Rëzafa Fish City pasi më parë kishin drekuar në restorantin në pronësi të Gjergj Lucës. Sipas denoncimit, ato u sulmuan fizikisht me grushte teksa kishin zgjedhur të bënin një shëtitje në ambientet e jashtme të restorantit. Dhunuasin kanë arritur ta identifikojnë si emër Emiliano, i cili pasi ka grushtuar klientët është larguar. Një patrull policie shkoi në vendin e ngjarjes, por nuk guxoi ose nuk u lejua të hynte brenda rrethimit ku ndodhi ngjarja. Por kush është dhunuesi i klientëve të Rëzafa Fish City? Mësohet se bëhet fjalë për Emiliano Lekën, i shtruproje Edi Ramës. Ky i fundit herë prezantohet si ortak dhe herë si nip i Gjergj Lucës, ndërsa është një emër që rezulton me precedent veçanërisht në fushën e dhunës. Një denoncim i 9 viteve më parë tregon se ai ka dhunuar biznesmenin Ylli Salla. Ky i fundit pronari një guroreje. U godit me leva e mjetet forta nga një person ndërsa i dhunuari përfundoi në spitalin e traumës. Si ndodhi dhunat e Fish City? Sipas denoncimit publikuar, konflikti nisi pasi familjarët kishin përfunduar drekën dhe po shëtisnin në ambientet e jashtme të kompleksit. Edhe pse dikush u kishte kërkuar të mos kalonin në një zonë pas lokalit, qytetarja pretendon se nuk ishte asnjë tabelë ndaluese apo paralajmërim për klientët. Ajo rrofen se një person ju afrua me agresivitet dhe goditi fizikisht një prej familjarëve të saj, ndërsa edhe motra e saj mbeti e lënduar teksa ndërhyri për të ndarë sherrin. Në vendngjarje ndodheshin edhe fëmijë të mitur, të cilët sipas saj mbeten të traumatizuar nga skena. Denoncuesja pretendon gjithashtu se autori u largua menjëherë sapo u njoftua policia dhe se stafi refuzoi të jepte identitetin e tij. Madje sipas saj, persona të lidhur me menaxhimin e biznesit kanë tentuar të largojnë qytetarët dhe të pengojnë hyrjen e efektivëve në ambientet e kompleksit, duke ngritur pikpyetje të forta mbi atë që mund të fshihej brenda. Sipas qytetares, vetëm pasi mbriti një patrull tjetër policie, familjarët u drejtuan në komisariatin e Elbasanit, ku bën kallëzimin penal. Ajo thotë se dëmtimet janë fotografuar dhe çështja tashmë ndodhet në prokurori.